Vëmendje pak. Bravo. Të nderuar shqiptar, na nishi në Prevez, sot 2 mars 1424-2025 mblidhen nga gjithë trevat e Shqipërisë për t'i lënë frymë kësaj dite, kësaj date dhe një beslidhje të bekuar që e bëri heroi ynë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderber. Ky Gjergj i madh, jo vetëm i shqiptarëve, po i gjithë Europës, sepse po mos ishte ai 25 vjet, si ston senatorët amerikanë, nuk do dihet se çfarë quhe do fliste Europa sot. Ky Gjergj u mësojnë fëmijë e vendeve nordike në sagat e tyre gjysh klasë parë. Nuk luftoi thjesht për katolicizëm, si kundërtuan atletikisht, por luftoi për shqiptarinë, model të cilit ne sot shqiptarë, por më shumë politikanë, si në Republikën e Kosovës apo Republikën e Shqipërisë, ta kenë model. Në qoftë se në vende si Zvicra e shpallin një ero, sepse i goditet një kokë modhe mbi kokën e Vilermit, artificial, në qoftë se një shtet tjetër kres ka ku gjenë erojnë, në qoftë se një Itali gjenë një shqiptarë si Garibaldi, apo Giuseppe Krisni përsëri Albrecht, apo i Serb gjenë përsëri një shqiptar me plis ka luftuar për çlimin e ateut vetë që dikur ishte Beograd. Ne kemi erojnë dhe mbi këta erojnë kemi të madhin Gjergj Kastriot Skënderber që duhet për vit dhe jo njerë në 5 vjetë si të boni qeveritarë shqiptarë. Të mblidhemi, ta krendojmë, ta festojmë, të na bashkojnë, të shohim njëri tjetrin sepse ngjarje të tilla janë ngjarje që bashkojnë njerëzit e mëdhenj, shqiptarët e ndritur, shqiptarët e duhur. Dhe ne kemi kërkuar si akademi rendore, po s'ka rëndësi akademia, se sa bashkia jonë që jemi, që të vihesh monumenti i Gjergj Kastriotit që është vënd, të shpahet 2 marsi ditë mbi festat barkombëtare, dhe e treta që do rrugojmë ta liçin angelet, që kush guxon me humor pa humor të denigroj figurën e Gjergj Kastriotit të shpahet vepër penale. Që ky është ai që na bashkon. Prandaj ju falenderoj gjithë që na ardhur në këtë